flasim tani për fermerët tanë, të cilët njësoj si goca e Erandit, i kishte shpjeguar teksa ndortojnë marrëdhënie e njësoj si adoleshent, prishin të njëjtat marrëdhënie që ndortojnë vetë. Shkojmë tek Arena. Fermer. Po, Luana. Jam me ju? Si ju kam unë ju? Mirë, i thash dhe Erandit, sepse kur doli këta u pastruan, sidomos gocat në facoleta me gjera, për i thash pavarësisht se nuk po ta shprejnë tash i thash, ishin të gjithë shumë të përlotur dhe shumë të prekur nga gjithë shka pan. Jemi të gjithë në fakt, edhe ne këtu. Ishin emocione shumë të bukura dhe shpresojmë të gjithë që Erandit të gjej forcë dhe sepse po thoshte pak më parë që tani e kuptoni pse, i tha fermerëve tjerë, kuptoni pse shumicën e kohës nuk jam këtu, në kuptimin që nuk jam 100% në fermë. Prandaj duhet të zgjidhim gjithmonë mirësinë se asnjëri nuk e di çfarë betejash po përjeton tjetri. Okej. Do shohim një klip së bashku që ka të bëjë me marrëdhëniet e ndërtuara, por edhe ato që tashmë nuk janë të tilla më. Ndërmjet jush. Kemi në studio pas të klipit me 3 epiqendra marrëdhënies të ndërtuara. Unë do e nis nga ajo e fundit, nga Elinara dhe Frederik. Na sqaroni pak çfarë ka ndodhur mes jush? Të shoh Elinara shumë të mërzitur në portret. Po, me thënë të drejtën, Luana, jam pak prekur nga kjo gjë, sepse ka disa ditë që ka nisur kjo përplasje që për mua duke i pak si në fillim e pa kuptim, po në bazë është e shëllim, nuk e di, nuk e kuptoja dot. Nisi që ditën e ditëlindjes time. Nga çfarë nisi në fakt? Po për një pjatë që unë atë ditë kisha ditëlindjen dhe kisha komunikuar me Plevicën që atë ditë ishte dita ime mos bëj asnjë gjë dhe u kap me mua për një pjatë që lash në tavolinë, domethënë. Po më duket shumë gjë e vogël për ta diskutuar këtu të kape me Frederikun për një pjatë. Megjithatë, nuk do ta bëj kaq të madhe se më vjen turp që të flas për këtë gjë, por nuk e di çfarë ka Frederiku me mua, ka disa ditë që flet me ironi. Dhe për disa gjëra të tjera ndodhi dhe sot. Me gjithë respektin që kam për artistin e madh që është, kam shumë respekt për të dhe nuk doja që të bëj kjo temë dhe po lutesha me veten time që ju as mos ta nxirrni të fare këtë gjë që ndodhi midis nesh, sepse unë, si të thuash, i kam dhënë mirësi Frederikut, por ja që mirësia ndonjëherë merret për dobësi dhe në rastin kur të kthehet kjo mirësi me tone ironizuese, me pak tone narcisiste, machiavelliste, nuk kam çfarë të them. E them edhe një herë që gëzoj respekt jashtëzakonshëm për figurën e tij që është, për artistin e madh që ka këtu. E dëgjojmë pak Frederikun që mos përsërite me Elinara, të lutem. Por ndjej keqardhje për karakterin që shfaq ai me një egoizëm, me një cinizëm që e tekalon, nuk e di pse. Frederik? Me thani i varfër unë atë, kupton. Ne vendosëm që të lanim gjithë secili pjatat e veta. Kjo ishte gabimi jonë i parë. Atë ditë me që Elinara ishte e fundit, i thash, Elinara, pse le pjatën aty? Pak më humor, se pavarësisht se kishte ditëlindjen, gjitha detyrat tjera i kryej të vetat personal, po pjatën me që ishte, më thoshte mu Frederik Baremalajti. A nisi vërtet nga pjata? Kjo atë mbetje mes jush? Ja. Po. Unë mund të shtoj dhe diçka tjetër, Luana? Po, Elinara, do të mund ta bëni diskutimin dhe mes ju të dyve për të kuptuar. Unë nuk dua, preferoj që më tepër t'i vuaj gjërat vetë, se sa të nxjerr dikë tjetër në pa të keq, nuk e... Po mbase ka nisur atë ditë se unë gatrova emrin e babait të Zhakut me Fatmir dhe morin shumë inat për këtë gjë. Dhe nxori si përfundim që ti gatrove emrin prej teje e kam këtë, do me thonë nuk bëj një që se bëra qëllimisht, i kërkoj falje këtu publikisht, po sjellja ka qenë
kaluar dhe sot pikërisht ka 2 ditë, njëherë në prajmin e kaluar, njëherë tani që pikërisht do kapet me Elinaren. Nuk e kuptoj sinqerisht. Është një lloj si xhelozie fëminore që nuk e pretendoj nga Frederiku. Pra Zhaku arsyeja e jeti. E kam pritur nga Ylli që janë pak më të vegjël në moshë, po nga prej Frederikut nuk e prisja, me thënë drejtën. Qartë, me qenë se jemi tek Zhaku. Dhe ta mbyll, më fal, po ta mbyll me një shprehje që më thoshte babai im gjithmonë. Me një njeri që mendon se i di të gjitha, argumentin më mirë mbylle aty. Se nuk e qa mëson ma. Me një minutë. Po, Frederik. Nuk jam i prekun në sedër, po dhe më thonë, nëse një karakter shumë i brisht, vjen në një valle të egër, dhe do mërshirë për gjithve, se është karakter i brisht. Kërkojnë mërshirë nga askujt. E ngërën zërin 1-2 me gjithë, dhe unë nuk di që më thonë, unë bëj humor, po humorin se kupton, humorin tem nuk e kupton. Ka arsyet e veta pse se kupton humorin e vetë, ose timin. Me gjithë të pak rëndësi ka që i pjata u la prej tjerve, ajo shumë je mund të më thosh dhe shumë aty për aty, për të laje ti sos e kam ditë njën. Edhe unë të bëja. Por nuk e tha këtë, po... Ju i dini gjithë njërë e dini se që tha. Luana, të lutem, unë nuk ju futa këtyre detajeve. Se po tjetë për humorin, unë ja kam pranuar humorin, por humori i Frederiku derivon në ofendime. Derivon më tej të fyet dhe të denigron. Po unë zdesha ta shfaq ka që... Me gjitha të është një publik i tërë, jeni juve që i keni parë monitoruar gjërat dhe nuk dua të flasë keq për një artist kaq të madh. Përveç publikut kemi dhe opinionistët këtu në skenë, unë nuk vërtej humorin dhe mbaj mend humorin aty ku e lash. Një tjetër kur agravohet, nuk man mend fjalën aty ku e lash ose ku e fillon. Dhe fjalën e fundit e thot parë. Pra, do të thënë tu ndriçon edhe spektri i dijes ose i komunikimit të njëru që bën humor me njëri që nuk e pranon humorin. Luana, unë nuk mendoj që Elinara aty ka kërkuar mëshirë nga askush. Unë mendoj që ndoshta ajo ka qenë edhe pak më shumë se ç'duhet vetja e saj dhe ndoshta në tilla formate këto edhe nuk funksionojnë shumë. Shpesh Elinara si është marrë ta quajmë mirësie e tepërt ose përkushtimi i tepërt për dobësi shumë të madhe. Frederiku pasaj nga ana tjetër, unë i thash Albës herën e fundit që ajo jeton në 3 realitete, por mendoj dhe shoh që Frederiku vetë jeton në 2 realitete, në realitetin e parë ai që ai ka vendosur se si ti shohit të tjerë dhe realiteti i dytë se si ai vërtet mendon që të tjerët e shohin atë. Frederik, që mos bëhemi përsëritur që mbi artistin e madh që je, pa diskutim, mendoj që i përket shpesh herë asaj shprehjes famshme që bëni si dhe mu, po mos bëni si që bëj unë. Dhe në të gjithë humorin që ti bën vazhdimisht gjatë të gjithë ditës me të gjithë, unë mundohem dhe të ndjek me orë të tëra, jo të gjithë ndoshta ta quajmë e kuptojnë, ose edhe ti e ke pas orientimin fort të mirë për të gjithë humorin që ke bërë. Unë mendoj që edhe ti duhet t'jesh ca më plastik, pavarësisht që ndoshta e ke menduar gjatë këtë se cili do t'jetë të më thonjë kundërshtari jot, dhe me të drejtë ke gjetur një kundërshtar të staturës tënde, pasi ke parë pak ambientin në gati 1 muaj, por personalisht mendoj që është njeriu i gabuar aq më tepër për të tilla mediokritete, lave pjatën se lave pjatën. Domethënë, të dy ju jeni mbi 100 vjeç, jeni 1 shekull e ca dhe shive se çfarë diskutoni, domethënë. Ta edhe i pyeta nëse ka ngel këtu tek pjata vërtet apo ka pasur një debat tjetër dhe ka ngel diku tjetër ajo, gozhda që duhet hequr edhe për të vijuar kështu marrëdhënia e tyre. Nëse nuk kemi replik për Kastron, do ecim në një tjetër marrëdhënie.